Nata kishte rënë shpejt atë mbrëmje të ftohtë dimri. Qielli ishte i qetë, i mbuluar me re të ngrira, ndërsa lagja e vjetër në periferi të qytetit ishte zhytur në një heshtje të çuditshme. Por shtëpia e familjes Dervishi nuk e njihte qetësinë, aty gjithmonë kishte lëvizje, zëra fëmijësh dhe kangjellat e oborrit që dridheshin sa herë Luani, qeni i tyre besnik, vinte vërdall. Luani ishte një qen i racës Golden Retriever, por për familjen ai ishte shumë më tepër se sa një kafshë shtëpiake. Ishte shpëtimtar, ishte mik, ishte roje dhe ngrohtësi në çdo ditë të vështirë. Kishte hyrë në jetën e tyre 3 vite më parë, kur babai, Iliri, e kishte gjetur të braktisur pranë një rruge malore. I lagur nga shiu dhe duke dridhur, qeni i vogël kishte futur kokën menjëherë në prehrin e burrit, sikur t'i lutej të mos e linte më vetëm. Qatë ditë, Luani u bë pjesë e familjes. Në atë natë të ftohtë, teksa ora i afrohej mesnatës, Iliri dhe Mira, prindërit e 2 fëmijëve të vegjël, Altinit 7 vjeç dhe Sares 5 vjeçe, po përgatisnin dhomën për gjumë. Fëmijët tashmë kishin fjetur, të lodhur nga loja e gjatë gjithë ditës me Luanin. Por diçka nuk shkonte, Luani nuk ishte i qetë. Ai shëtiste papushin nga derat e shkallët, duke lëshuar ai ulërima të ulta, të çuditshme. "Hajde o Luan, ç'të ka sot?" e pyeti Mira me zë të butë, ndërsa ai ngjitej e zbriste sikur po ndiqte një aromë të padukshme. Qeni nuk u qetësua. Përkundrazi nisi të gërhiste lehtë, të tërhiqte me putër derën e poshtme që çonte drejt dhomës së fëmijëve. Iliri u ngrit, shkoi tek porta dhe vuri veshin. Nuk dëgjoi asgjë, është i shqetësuar pa shkak. Ndoshta ka dëgjuar ndonjë zhurmë jashtë, mendoi ai, por Luani nuk u dorëzua. Ai u kthye në korridor, hodhi një të lehur të rëndë dhe vrapoi drejt balkonit. Filloi të lehte me forcë, me një ngulm që nuk i ngjante fare sjelljes së tij të zakonshme. Iliri u çudit. Zbriti shkallët, doli në balkon dhe menjëherë syt u zgjeruan nga frika. Nga ana e majtë e shtëpisë, saktësisht pranë dhomës së fëmijëve, po dilte një re holl tymi. Fillimisht e bardhë, pastaj gri e errët, zemra i rasa në fund të barkut. "Mira, ka tym. Dhomat e fëmijëve." Ai u nis me vrap drejt derës, por sapo e hapi, një valë nxehte të papritur e goditi në fytyrë. Tymi zi, i trash, po mbushte korridorin me shpejtësi të frikshme. Mira u lëriti. Ajo tentoi të hynte të parën, por nuk mundi. Tym, flak, zhurma e përplasjes së druve poshtë, diçka shumë e keqe po ndodhte. Altini dhe Sara ishin brenda, të dy në gjumë, të dy të pambrojtur. Zoti i madh, përshpëriti Mira, me lot që po i rridhnin papushim. Por Luani nuk humbi asnjë sekond. Ai u fut në mes të prindërve, ul në tokë, i shikoi drejt në sy, pastaj lëshoi një hungrim të rënd, një lloj mëndishni që vetëm kafshët me instinkt shpëtimi din ta bëjnë. Dhe ja ku ndodhi mrekullia. Qeni vrapoi në drejtim të pasmë të shtëpisë. Aty ishte një dritare e vogël që çonte pikërisht tek dhoma e fëmijëve. Por që askush nga njerëzit nuk mund të hynte, ishte shumë e ngushtë. Për një qen të madh si Luani, pothuajse e pamundur, por instinkti i tij e shtyu. Ai u përplas me gjithë forcën tek rjeta e dritares. 1 herë, 2 herë, 3 herë, derisa rjeta u qa, u shkul dhe ra në tokë. Iliri e pa me tmerr, por edhe me shpresë. Luani hyri brenda mes tymit, si një hije e artë që sfidonte flakët. "Luan, Luan!" U lëriti Mira, asnjë përgjigje. Vetëm tinguj të mur nga brenda, si ndonjë kërcitje druri që digjej, brenda në dhomë, Altini nisi të kollitej. Sara po zgjoheshte e hutuar. Pa ajër, Luani i nuhati me njëherë. Ai e kapi Altinin lehtë nga bluza, e tërhoqi drejt dritares. Fëmia mezi merrte frym. Iliri e zgjati dorën dhe e tërhoqi jashtë. Pas 3 sekondash që ju dukën si një shekull, Luani hyri sërish brenda. "Po Sara, po Sara!" Bërtiti Mira, me zërin e shkatëruar nga paniku. Tymi sa vinte e bëhej më i trash. Flakët po shtriheshin përgjatë murit. Dritarja tani ishte vetmja rrugë shpëtimi, dhe pastaj një ulërim e thellë. Një ulërim e Luani që nuk do të harrohej kurrë. Ai doli me Saren të kapur lehtë për krahut të bluzës, tërhequr me kujdes që të mos i bënte dëm. Fëmia tashmë ishte pa ndjenja. Mira e mori në duar, Iliri mbajti Altinin, shtëpia po shkrumbohej, flakët po merrnin gjithçka. Por jashtë në obor, familja qëndronte e gjunjëzuar e shkatëruar nga frika por gjallë. Dhe pranë tyre me putrat e përgjitura, me qimen e djegur në disa vende, me frymarrjet e shpejtë të rënduar, ishte Luani. Ai ul ngadalë, hodhi syt tek fëmijët, siguroi që ishin jashtë rrezikut dhe vetëm atëherë lejoi veten të binte përdhe. Mira lëshoi një britm të thellë. "Luan, Luan mos." Obori ishte i mbushur me dritat e kuqe e blu të ambulancave. Fqinjet kishin dalë të gjithë jashtë, disa me pijame, disa me batanie hedhur mbi supe, të hutuar e të shokuar nga zjarri që po glabëronte shtëpinë e familjes Dervishi.
Altini po merrte oksigjen nga një mjek i tronditur, duke mbajtur dorën e babait fort si të kishte frikë se mos humbiste përsëri. Sara ishte më keq, ende pa ndjenja, e mbuluar me një batanie termike. Por vëmendja të gjithëve u drejtua tek një tjetër trupi i Luanit, qeni i artë, shpëtimtari. Ai që hyri në flak 2 herë për të shpëtuar 2 fëmijë. Tani qëndronte shtrirë pra një peme, me putrat e djegura dhe me frymëmarrje të rënduar. Qimet i ishin gjitur me stymit, disa pjesë të trupit i ishin nxirr dhe syt mezi i mbante hapur. Mira ul pranë tij dhe e mori kokën në gjy. Ajo nuk mund të mbante lotët. Luan, qeni im, mos më lër, pëshpëriti ajo, duke e përkëdhelur me duar të dridhura. Iliri me fytyrën e mbushur me hije lot u kthye nga mjeku. Ju lutem, bëni diçka. Ai na shpëtoi. Ai është arsyeja që fëmijët e mi janë gjallë. Mjeku ul pranë Luanit e kontrolloi. Pastaj ngriti syt drejt çiftit me një shprehje serioze. Nuk kemi pajisjet për kafsh. Duhet çuar tek një veteriner. Shpejt. Ku ka një? Pyeti Iliri i dëshpëruar. Te klinika 24 orëshe në qytet. Afër 20 minutash larg, por duhet lëvizur tani. Pa humbur kohë, Iliri e mori Luanin në krah. Qeni lëshoi vetëm një rënkim të vogël, as protest, as britm. Veç dhimbje. Mira po qante ndërsa ambulanca largonte Saren dhe Altinin drejt spitalit, 2 ambulanca. 2 fëmijë. Një natë e cila për pak i mori të gjitha, Iliri hipi në makinë dhe nisi rrugën me shpejtësi që se kishte shtypur kurrë më parë. Dritat e qytetit kalonin si hijet e shpejta, ndërsa Luani ngrohej në prehrin e tij, duke marrë frymë me vështirësi. Në klinikën veterinare dera u hap me forcë. Iliri hyri me gjithë trupin e Luanit në krah. Veterinerja, një grua rreth të 40-tave, u qua me njëherë kur papamjen e tmerrshme. Vendoseni këtu. Çfarë ka ndodhur? Iliri mezi fliste. Mund të thoshte 10 fjali, por shqiptoi vetëm një. I shpëtoi fëmijët e mi. Veterinerja ngriti syt dhe pa qenin e mbuluar me hi dhe djegje të gradave të ndryshme. Sjellni oksigjenin. Bërtiti ajo drejt stafit, ata filluan me njëherë. Injektuan serum, pastruan plagët sipërfaqësore, vendosën pompa për të stabilizuar frymëmarrjen, hoqën pjesët e qimeve të djegura, kontrolluan mushkërit, përthithjen e tymit, matën pulsimin. I cili ishte shumë i ulit. Veterinerja për një moment ngriti syt nga Iliri, i cili qëndronte pranë derës, pa lëvizur, me duart e përgjakura nga plagët e qenit, të mbushur nga shenja e tmerrit. Do bëjmë gjithçka që mundemi, por është në gjendje shumë të rëndë. Shumë. Iliri uli kokën. Për herë të parë, ndjeu se mund ta humbte Luanin. Dhe kjo dhimbje goditi më fort se çdo frikë që kishte ndjerë ndonjëherë. Ndërkohë në spitalin e fëmijëve Mira ishte me Saren. Vogëlushja po merrte oksigjen dhe tashmë kishte filluar të lëvizte duart lehtë. Altini ishte në dhomën tjetër, duke marrë trajtimin e duhur. Mira po përpiqej të mbante veten, por nuk i largohej dot mendja nga Luani. Fëmijët shpëtuan fal tij. Në mendjen e saj gjithçka zgjatej si film. Momentet kur qeni u fut në flaksyt e tij të friksuar për të vendosur rënkimet e tij, ndërsa nxirrte Altinin frymëmarrja e tij e fundit në oboraj, rënkime dhimbshme që nuk do e haronte kurrë dhomën ku ishte Altini. Mjekja i vuri një mask oksigjeni, por djali e hoqi dhe u ngrit me forcë. Ku është Luani? Ku është? Mira nuk dinte si t'i përgjigjej, sytë e fëmijës u mbushën menjëherë me lot. Ai hyri brenda, për mua dua ta shoh. Lajmi shpërthen në median më pak se një orë. Një nga fqinjet kishte filmuar momentin kur Luani nxirrte Saren nga dritarja. Pamja ishte tronditëse. Tymi zibritma të dëshpëruara, një qeni artë që dilte me një fëmijë në nofulla. Pa e kafshuar, vetëm duke e tërhequr me kujdes, pamja u shpërnda njësoj si flaka e asaj nate. Në rrjetet sociale shpërtheu një val ndjenjash, qeni hero. Angel me 4 putra. Duhet medalje. Gazetarët nisën të kërkonin familjen. Titujt u mbushën kudo. Qeni shqiptar shpëton 2 fëmijë nga shtëpia në flak. Histori që të prek zemrën. Luani futet 2 herë në zjarr. Mrekullia që ndodhi mbrëm. Por familja nuk lexoi asgjë. Ata mendonin vetëm për një gjë. A do t'i mbjetonte Luani plagëve? Në klinik ora 03. 21 mëngjesit Iliri ishte ende ulur në korridor. Veterinerja doli, e lodhur, me duar të mbuluara me dorashka. E kemi stabilizuar, por gjendja është kritike. Ka tym në mushkëri dhe djegje të mëdha në putrat e para. Iliri ngriti kokën i dridhur. A ka shans të shpëtoj? Ajo mori frym thellë, ka, por natën e sotme do jetë vendimtare. Dua të rri me të. Mund të rrish, por të lutem, çdo lëvizje e tij e lodh. Rri pranë, por mos e shqetëso. Iliri hyri në dhomë. Luani ishte shtrirë në një shtroj të bardhë,
i lidhur me serum, me tub oksigjeni të vendosur pranë turirit. Putrat i ishin mbështjell me fasha. Ai dukej shumë i vogël se zakonisht, sikur e gjithë madhështia e tij të ishte të kurrë nga dhimbja. Por kur ai pa pronarin e tij, sytë e tij u hapën pak dhe bishti lëvizi lehtë vetëm një herë. Iliri nuk duroi dot më, ju ul pranë dhe ja vuri dorën mbi kokë. Faleminderit, burri i mirë, faleminderit që më solle fëmijë gjallë, tani të lutem, mos u dorëzo në atë moment. Luani lëshoi një frymëmarrje të thellë, të rëndë, sikur donte t'i thoshte jam këtu. Por aparati mbi kokën e tij filloi të lëshonte një sinjal të çuditshëm. Ritmi i zemrës u ul shpejt, veterinerja vrapoi brenda, duhet ndërhyrje. Duhet të rrisim oksigjenin. Shpejt. Iliri u shty jashtë, ai mbajti kokën me duar, një ndjenjë tmerri përshkoi të gjithë trupin. Zot mos e merr, jo sot, jo pas asaj që bëri në dhëm dëgjoheshin pajisje, hapa të shpejt, zëra të ngutur. Pas disa minutash që i dukën si orë, dera u hap. Veterinerja doli me një buzëqeshje të lehtë, e stabilizuan përsëri. Iliri nisi të qante si fëmijë. Ndërkohë një vendim i madh po merre në qytet kryetari i bashkisë. I prekur nga historia që po qarkullonte me shpejtësi, dha një deklaratë. Ky qen është një hero. Bashkia do të mbulojë të gjitha shpenzimet e trajtimit. Dhe nëse i mbijeton, do të marrim masa për ta nderuar publikisht. Media shpërtheu edhe më shumë. Por familja nuk dinte asgjë. Ata mendonin vetëm për Luanin. Diku rreth orës 05:00 të mëngjesit Luani ishte sërish i qetë. Frymëmarrja ishte më ritmike. Rreziku i parë ishte kaluar. Por veterinerja u afrua tek Iliri dhe i tha: Zoti Ilir duhet ta dini diçka. Mëngjesi do të tregoj nëse mushkëritë e tij mund ta përballojnë. Po u mbingarkuan nuk ka shumë gjasa. Iliri mbylli syt. Ai e ndjeu se po hynte në orët më të vështira të jetës. Nuk do largohem. Asnjë sekond. Veterinerja buzëqeshi lehtë. Njerëz si ju dhe qenë si ai janë arsyeja pse e dua këtë punë. Iliri hyri përsëri në dhomë dhe mori karrigen. Ul pran Luani dhe mbajti dorën mbi kokë. Ai nuk flinte, nuk çlodhej, nuk lëvizte. Gjithë natën veç një lutje i mbante syt hapur. Mos vdis, jo sot, jo pas asaj që bëre, dhe kur dielli filloi të ngrihej, një zhurmë e çuditshme filloi nga aparati, një sinjal i butë, i ulët. Pastaj pak më i fortë, veterinerja hyri me vrap. Aparati tregonte diçka të re, diçka shpresëdhënëse, diçka që nuk pritej. Drita e parë e mëngjesit hyri nga dritarja e ngushtë e klinikës veterinare. Iliri ishte aty prej më shumë se 7 orësh, pa gjumë, me sytë e skuqur dhe shpirtin pezull. Çdo bip i aparatit i dukej si thirrje zemre, secila frymëmarrje e Luanit si një mrekulli e vogël. Kur dielli filloi të ngrihej, aparati prodhoi një tingull të ri. Një bip më i shpesht, por i rregullt. I qetë, i fortë, veterinerja hyri me vrap, pastaj u ndal dhe vështroi ekranin. Ajo buzëqeshi lehtë. Ritmi i zemrës po përmirësohet. Po, është shumë më mirë. Iliri u ngrit menjëherë, gati të rrëzohej nga lodhja. Do shpëtoj? Veterinerja mori frymë thellë dhe ju afrua. Zoti Ilir, nuk dua të flas para kohe, por është një shenjë shumë e mirë. Shumë. Luani, sikur e dëgjoi këtë, lëvizi putrën e tij të fashuar. Gërvishti lehtë ajrin dhe lëshoi një rënkim të ëmbël. Syti u hapën pak, mjaftueshëm për të parë pronarin. Iliri mbajti kokën butë. Po ja del, bravo, djalë, po ja del. Ndërkohë në spitalin e fëmijëve Mira ishte ulur te krevati i Sarës, e cila tani e kishte marrë veten. Altini ishte zgjuar, fshinte sytë fryrë dhe kërkonte Luanin pa pushim. Mami, dua të shkoj ta shoh. Dua ta shoh Luanin tani, thoshte ai pa marrë frymë. Sara u bashkua. Ai hyri brenda për mua, dua ta përqafoj, mjekët u siguruan që të dy ishin jashtë rrezikut. Me lejen e tyre, Mira mori të dy fëmijët dhe shkoi drejt klinikës. Kur hyn në derë, Iliri u ngrit dhe përpaksa nuk shpërtheu në lot kur i pa. Jam mirë, Mira? Si janë? Ajo i përqafoi të tre dhe u mbështet në shpatullën e tij. Jam mirë. Fal ti, fal Luanit. Altini u shkëput dhe vrapoi drejt dhomës ku ishte qeni. Veterinerja ndaloi pak. Fëmijët mund të hyjnë, por të jenë të qetë. Ai është ende shumë i lodhur. Momenti që do t'i mbetej jetës dhoma ishte e qetë. Vetëm bipet e aparatit dëgjoheshin. Luani qëndronte shtrirë me kokën mbi një jastëk të vogël, të mbuluar me një batanie të hollë. Altini hyri ngadalë, pastaj u afrua. Ai ngriti dorën dhe i preku kokën butë, sikur mos ta lëndonte. Luan, jam unë, mos u tremb. Sytë e qeni u hapën pak nga pak, putra e fashuar u ngrit lehtë, bishti lëvizi një herë të vetme, por të mjaftueshme sa të mbushte sytë të gjithëve me lot. Sara, ende me gjurmë tymi në flok nga nata para, u afrua dhe e puthi te fytyra.
Faleminderit që më shpëtove veterinerja, e cila po i shite nga dera, u kthye nga Iliri dhe tha me zë të ulët. Njerëzit shpesh mendojnë se heronit janë vetëm ata që fluturojnë, por heronit më të mëdhenj që kam takuar kanë qenë gjithmonë si ai. Ditët e para të shërimit Luani qëndroi në klinik për 5 ditë. U trajtua për djegjet, mori terapi për mushkëri, të ushqye me serum, u stabilizua presioni, i dolën disa komplikacione nga tymi. Por i kaloi me mjekin, familja ishte çdo ditë aty. Fëmijët u leshin pranë tij dhe i lexonin libra, i tregonin histori dhe fërkonin putrat e fashuara me kujdes. Në ditën e 4 ai u ngrit për herë të parë në këmbë. Ishte i dobët, por i vendosur. Veterinerja i pa dhe buzëqeshi. Ky është një luftëtar. Një trim i rrallë. Iliri e përqafoi qenin fort, po kthehesh tek ne, ashtu siç na ktheve fëmijët. Lajmi shpërtheu në të gjithë vendi, media u mbush me histori rreth tij. Emisione televizive përmendën, portale të huaja e shpërndan historinë, komentet ishin qindra mirat, gjithë kërkonin të ndihmonin. Dikush propozoi që Luanit i jepej një certifikat nderi. Dikush tjetër kërkoi një statuj në qytet. Fëmijët vizatuan qenë e tyre heronin në shkolla, me emrin Luani, në rrjet u hap hashtagu Luani Hero. Por familja nuk e kërkoi asnjë nga këto. Ata donin vetëm që ai të merrte frymë, të ecte, të jetonte. Dita e kthimit në shtëpi, klinika kishte organizuar një moment të vogël. Veterinerja i dha Luanit një medalion të artë të vogël në formë zemre. Për guxim të jashtëzakonshëm. Fëmijët duartrokitën të lumtur. Altini i hodhi krahët në qafë. Sara qeshi me lot, dhe kështu qeni Hero u kthye në shtëpinë që nuk ekzistonte më. Sepse shtëpia e tyre ishte shkrumbuar tërësisht. Ata qëndruan përkohësisht te prindërit e Ilirit, ndërsa bashkia nisi procedurat për t'u rindërtuar. Dita kur qyteti u bashkua për Luanin 2 javë më vonë, në qendër të qytetit u mbajt një ceremoni publike. Ishte hera e parë që një kafshë merrte vlerësim kaq të madh, qindra njerëz u mblodhen, fëmijët mbanin pankarta. Disa madje sollën edhe qenë e tyre në shenjë nderimi. Kryetari i bashkisë doli në podium. Sot nderojmë një hero të gjallë. Nderojmë Luanin, qenushin që hyri 2 herë në flak për të shpëtuar 2 fëmijë. Ajo çfarë ai bëri është më shumë se instinkt. Është dashuri e pastër. Publiku duartrokiti me lot. Luani, edhe pse ende i dobët, qëndronte pranë fëmijëve me një shall të vogël të kuq. Kryetari mori një medalje të veçantë, e projektuar posaçërisht. Urdhri i guximit, heroi me 4 putra. E vendosi në qafën e Luanit ndërsa qyteti shpërtheu në duartrokitje. Altini filloi të qante. Sara e mori dorën e tij dhe i tha: "Mos qaj, ai është heroi ynë." Iliri dhe Mira qëndronin mbrapa, dorë për dore. As ata nuk i mbanin dot lotët. Momenti që preku zemrat e gjithë shqiptarëve në fund të ceremonisë, gazetarët u lutën të bënin një foto familjare. Iliri, Mira, Altini dhe Sara ulën pranë Luanit. Dhe në momentin kur fotografi tha: "Qeshni", Luani ngriti putrën e fashuar dhe e vendosi mbi këmbën e Sarës. Putra e tij e vogël, ende mbuluar me fash, e bardh, e brisht, por e fortë sa një jetë. Kjo foto u bë virale, u quajt "Putra që shpëtoi 2 engjëj". Jeta pas ngjarjes, bashkia rindërtoi shtëpinë e tyre, falas një fondacion, dhuroi një hapësirë të veçantë në obor për Luanin. Fëmijët nuk flinin më pa e përqafuar. Veterinerja e vizitonte rregullisht shkollat, e ftuan Altinin të tregonte historinë për ditën e kur ajos njerëzit në rrugë ndalonin dhe përkëdhelnin qenin Hero, por gjëja më e bukur ishte kjo. Luani nuk ndryshoi. Ai ishte i njëjti, i butë, besnik, i qetë dhe i dashur. Sikur gjithë heroizmi i asaj nate të mos kishte qenë akt trimërie, por një gjë krejtësisht e natyrshme për të, sepse zemra e tij ishte më e madhe se frika. Epilogu: një vit më vonë shtëpia e re ishte mbushur me dritë. Fëmijët po luanin në obor. Sara qeshte me top, Altini mësonte Luanin truket e reja. Iliri doli me kafen e mëngjesit, i shikoi dhe mendoi: po të mos ishte ai, jeta ime sot nuk do ekzistonte. Ndërsa Mira, e cila ishte duke ujitur lulet pranë verandës, u afrua dhe i tha: ne nuk do t'i harrojmë kurrë ato momente. Po kemi diçka që shumë nuk e kam pas zjarrit, kemi familjen tonë të plot. Luani, tashmë i rikuperuar me qime të arta që shkëlqenin në diell, ngriti kokën drejt tyre dhe vrapoi duke tundur bishtin, duke u hedhur mes fëmijëve që qeshnin me zë. Ai nuk dinte të fliste. Por dashuria e tij jehonte në obor më fort se çdo fjalë. Ai nuk ishte thjesht qen. Ai ishte shpëtimtari i tyre, hero i gjallë, antar i familjes, simboli një mrekullie të vërtetë, dhe ashtu do të mbetej përgjithmonë.